Edhe sot ja ku jemi me horoskopin nesër. Këtu është horoskopi për ju nga shtunë 26 prill 2025. Dashi. Jeni në favor të dialogut dhe komunikimit me të tjerët. Tani duhet të qetësoni mendjen, por për disa dashuria mbetet një problem për t'u zgjidhur. Demi. Ditë e shkëlqyeshme, zemër e çmendur. Në familje atmosfera bëhet e qetë dhe ju i përkushtoheni të dashurve tuaj me gjithë entuziazmin dhe bujarinë për të cilën jeni në gjendje. Binjaket. Një ditë në krah, nuk do të keni shumë dëshirë për të qenë pranë njerëzve dhe për këtë arsye mund të favorizoni një lidhje dashurie. Sa herë kam thënë që ju jeni një person shumë kurioz, ju pëlqen supa e re dhe jo e nxehtë. Gaforja. Shumë gjëra duhen ndryshuar, duhet të jeni të kujdesshëm gjatë kësaj kohe. Ju duhet të rimarrni forcën fizike pas një periudhe stresi të rëndë. Luani. Situata është një luftë. Shanset janë që të keni të bëni me një njeri që po ju vë zemrën në një vend të ngushtë. Virgjëresha. Mundësia e udhëtimeve dhe takimeve interesante, por disponimi juaj nuk është i shkëlqyeshëm. Mos lini vend për keq kuptime. Ditë diskrete. Peshorja. Ju jeni i zhytur në mendime, ndonjëherë të shkëputur, nervoz. Ju mund të ngrini zërin tuaj nëse ka diçka për t'u thënë atyre që nuk u përgjigjen kërkesave tuaja. Akrepi. E bukur këtë ditë, intensive, por mbi të gjitha më e fortë. Të ardhurat dhe fitimet shtesë. Jeni më të qëndrueshëm në vendimet tuaja, për çifte që e duan njëri tjetrin është koha të mendojnë për të ardhmen. Shigjetari. Dite e diskutueshme. Tani do t'ju duhen para për të zgjidhur një problem shtëpie apo burokracie. Britsjapi. Nëse ju keni lëshuar nga një njeri ka të ngjarë që ju i keni dhënë një mundësi shërimi. Si zakonisht, ju keni marrë mbi supe edhe përgjegjësi që nuk janë përgjegjësia juaj. Ujori. Ju duhet të planifikoni një fundjavë të këndshme tani dhe të merrni një konfirmim pikërisht rreth asaj date. Lërini ata që e kanë me vete, por mbani pozicionet tuaja me çdo kusht. Ju edhe mund të keni dy interesa njëkohësisht. Peshqit. Sot është përgjithsisht e mirë. Takime të reja për të mos u nënvlerësuar, emocione në shërim të madh. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi nesër.